Aktivistët e Lëvizjes Shqipëria Bëhet kanë nisur këtë të premte një protestë para kryeministrisë ku kërkojnë ndërheqjen e qeverisë Rama, duke quajtur atë përgjegjës për skandalet dhe për keq menaxhimin e vendit. Sipas pamjeve filmike të siguruara pak minuta para nisjes së protestës, tensioni u rrit dhe aktivistët u përleshën me policinë, e cila tentoi të heqë gjeneratorin e vendosur përballë ndërtesës së qeverisë. Me thirrjet Edi Rama u Hajdut, protestuesit denoncuan qeverinë dhe kërkuan largimin e menjëhershëm të kryeministrit. Kreu i lëvizjes Adriatik Lapaj, që prej disa ditësh ka qëndruar para kryeministrisë, tha se Shqipëria ndodhet përballë një përplasje mes së mirës dhe të keqes dhe bëri thirrje për bashkim të brezit të ri dhe të gjithë qytetarëve në çdo cep të vendit për rrëzimin e qeverisë. Lapaj bëri thirrje edhe fermerëve dhe familjarëve të sëmurëve me kancer që të dalin në protestë, duke theksuar se vendimi i tij është pak thim pas. Ai deklaroi se nuk trembet nga penale apo arrestimet dhe se lëvizja do të vazhdojë për mobilizim të qytetarëve derisa të arrihet qëllimi i largimit të kryeministrit. Edi Rama frikata, frikata, frikata. Edi Rama frikata, frikata, frikata. Edi Rama frikata, frikata, frikata. Edi Rama frikata. Kjo sot është një thirrje për të gjithë ata që vuajnë nga hemofilia dhe nuk gjejnë faktor 8D në spital, për të gjithë ato familje që kanë në shtëpi të sëmurë me kancer dhe nuk gjejnë receptin metatrexate 50 mg, asparaginacus e të tjerë, për gjithë ata njerëz që vuajnë nga ky regjim i hajdutëve që me një mesazh vjet 50 miliard lekë. Policia e vendit ka monitoruar situatën dhe ka ndërhyrë për të parandaluar eskalimin e dhunës, por aktivistët kanë insistuar të qëndrojnë në shesh, duke paralajmëruar se protesta nuk do të ndalet derisa të arrihet largimi i qeverisë së Rama.